Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini me mua me Leku në emisionin për ju fëmijë në Radio Kosova. Në këtë studio kaq të bukur, kam një mysafire e cila quhet Kenza Plana. Kenza është një këngëtare me zërin e saj të ëmbël dhe me zërin e saj unik, e cila ka marrë pjesë në festivale të ndryshme, në gara, në aktivitete të ndryshme dhe po ashtu ajo është përblyer edhe me mirënjohje. Për gjërat e më tutshme, tani do të na flas edhe vet ajo. Qëndroni me ne, sepse na pret një atmosferë shumë frymëzuese dhe po ashtu edhe festive. Kenza, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit shumë që e ke pranuar ftesën time. Faleminderit edhe juve për ftesën. Kenza, tani dua që ti të më tregosh edhe pak më shumë rreth vetes tënde. Unë quhem Kenza Plana edhe jam 14 vjeçe. Merrem me shumë talente të ndryshme, po më shumë të merrem me muzikën. Kam edhe disa talente të ndryshme si arti dhe sportet. Edhe për muzikën kam 6 këngë të publikuara, të cilën në festivali i fundit kam marrë pjesë te Rising Star, me të cilën jam shpërblyer me një medalje, diplomë edhe një çmim. Pasi që e dim pra se talente duhet të zbulohen, më trego se kur e ke zbuluar për herë të parë dashurinë dhe talentin për muzikën? Hera e parë që kam zbuluar talentin tim ka qenë nga mosha 4 vjeçe, ku kam kënduar një këngë për babin edhe mama e ka publikuar në media sociale. Kush e ka zbuluar për herë të parë zërin tënd? Për herë të parë e ka zbuluar mame, babe, ka qenë edhe gjyshja me gjyshin edhe tetja. Kenza, çfarë ndjeve ti kur dole në skenë për herë të parë? Kisha pak emocione pasi që ishte edhe hera e parë që dal në skenë, po pasi që dola në skenë emocionet mu ishin çdo kur fare, sepse edhe më përkrau publiku. Si përgatitesh ti para një koncerti? Para se të hyj në skenë në një koncert, përgatitem i bëj disa vokalizma edhe përsëris pak a shumë këngën edhe pastaj futem në skenë e këndoj. Cila është kënga më e dashur që ty të pëlqen më së shumti? Të gjitha këngët i kam të dashura, por më së shumti më pëlqen Po gjej zërin tim. A mundesh me e këndu këtu pranë neve? Po. Në çdo hap, po e ndjej këtë dritë, po afrohem pa nga pak, nuk më ndal asnjë stuhi, dhe jo më s'kam frikë, dhe kur butas më beson, do këndoj me shpirtin tim, do e gjej unë vetën time, po gjej zërin tim. Faleminderit. Sa pjesë e bukur që është kjo, dhe dëgjova që edhe zëri yt pra është një formë shumë të bukur. Sa kohë ke ushtruar pra për ta mbajtur edhe zërin në formë? Pasi që më është zbuluar talenti, edhe i kam këngët e mia të publikuara. Nuk është që ushtroj edhe atë shumë, po kam këngë që i kënoj kështu për çefi edhe ushtroj. A ndjek edhe mësime profesionale pra të këndimit? Jo, nuk ndjek. Çfarë këshillash pra të japin më së shumti edhe njerëzit që ti bashkëpunon me ta, shoqëria apo edhe familja? Më japin këshilla të ndryshme, si për shembull mos u dorëzo, bë vetvetja, edhe shumë këshilla të ndryshme që do t'i mbaj mend gjatë gjithë jetës. Dhe unë mendoj për shkak se këshillat janë shumë të bukura dhe që i duhen njeriut, po ashtu edhe kritikat, dhe ato duhet t'i pranojmë dhe të bëhemi edhe më të mirë si që kemi qenë edhe herën e kaluar. Si kujdesesh ti për zërin? Kujdesem, bëj vokalizma të ndryshme gjatë kohës së lirë që kam. Këndoj disa këngë të ndryshme edhe për ushqimin kujdesem për pijet, mos më pi pijet gazume. Po. Pra ti e the edhe më herët se her pas here këndon edhe muzikë nga dëshira jote. Cili zhanër të pëlqen më së shumti? Kam shumë zhanre të ndryshme, po më së shumti më pëlqen popi ose hip hop edhe rock. A shkruan ndonjëherë tekstet e këngëve vet apo edhe kompozitori? Nuk kam provuar që t'i shkruaj tekstet vet, pasi që edhe kompozitori mi kompozon vet, ama ndoshta në të ardhmen kam dëshirë që t'i shkruaj. Çfarë të frymëzon ty kur këndon?
Më frymëzon zëri që kam edhe pra lëvizjet në skenë që i bëj. Cili ka qenë festivali yt i parë? Festivali im i parë ka qenë Kosova Fest, të cilin kam performuar këngën Little Star, dhe të cilin jam shpërblyer me çmimin e dytë. Dhe në sa festivale ke marrë pjesë ti? Kam marrë pjesë në 6 festivale. Festivali i fundit edhe me që për me ka qenë Racing Star, me këngën Hallelujah që kam. Pra ti me që ke marrë pjesë edhe në shumë festivale ose përndryshe që mund t'i quajmë edhe koncerte dhe i pajisur me mirënjohje, medalje, lavdata e shumë të tjera, por cili ka qenë festivali yt më i preferuar, pra që ti nuk e ndjer fare stres, ke qenë shumë e entuziasmuar pra për të kënduar para publikut, për të dalë në skenë? Të gjitha festivalet i dua shumë, por më së shumti më ka pëlqyer festivali mbarkombëtar i fëmijëve në Shkodër, sepse atë edhe ka qenë eksperienca më e mirë, sepse kam pasur shumë shoqëri të ndryshme, edhe kam njohur fëmijë të ndryshëm nga shtete të ndryshme, edhe kam kënduar live, cila ka qenë hera e parë për mua që kam kënduar live, edhe për kraja publikut më ka frymëzuar që me vazhdu. Në nuk mëna me bo pyetjen se a ke marrë të një çmim, për shkak se në këtë tavolinë po shoh edhe çmime shumë të ndryshme, por më trego dhe më shumë për ta. Kam 2 çmime të para, të cilit i kam marrë te festivali Kosova Fest. Vitin e kaluar kam marrë çmimin e parë me këngën S'ka lidhje. Veç vazhdo për çmimet që të kanë gëzuar. Okej, çmimin e parë dhe përsëri te festivali Kosova Fest ka marrë çmimin për interpretimin më i mirë, edhe ka marrë te pjesë te Lyra Fest, i cili ka qenë çmimi i publikut. Dhe ky për së fundmi, cili ka qenë festivali i fundit? Edhe festivali jam i fundit, siç e përmenda edhe zyrtare, ka qenë Rising Star, të cilin ka marrë një çmim që ka marrë pjesë në festival. E përmendëm zyrtare për shkak se më duket se ky festival ty ka pëlqyer më së shumti pra që e ke ndjer edhe dashurinë e publikut më shumë dhe që je kënaq më së shumti. Por cila performancë të ka mbetur ty në zemër pra? Çyshke? Cila performancë të ka mbetur në zemër? Performanca që më ka mbetur në zemër është performanca kur kam qenë te festivali mbarkombëtar i Shkodrës, siç e përmenda që është edhe festivali jam i preferuar që kam qenë, sepse kam pas shumë qef dhe ka qenë ëndra ime që të marr pjesë në atë festival edhe më ka plotësuar. A ke ndonjë këngëtar apo edhe këngëtare pra që ty të ka inspiruar ose përndryshe që ti e admiron? Kam shumë këngëtar të ndryshëm, por më shumë të më pëlqen Elli Limoni. Me cilin artist do të bashkëpunoje ti? Me që tani jam e vogël, edhe ndoshta kur të rritem, kam dëshirë të bashkëpunoja me këngëtar të ndryshëm të famshëm. Çfarë do të thotë muzika për ty, Kenza? A është ajo shumë e vlefshme pra në jetën tënde? Muzika për mua do të thotë gjithçka. Si ndyesh edhe kur publiku pra këndon bashkë me ty këngët e tua pra që ti ke lancuar? Ndjej që të vazhdoj përpara edhe më përkrah shumë, pasi që mund të kesh pak emocione kur të futesh në skenë, po duart rrugëtit e publikut të motivojnë që me vazhdu. A ka edhe ndonjë këngë pra që ty të emocionon shumë sa herë që ti e këndon? Këngën që e këndoj më së shpeshti është Hallelujah, pasi më pëlqen sepse edhe zhondri është i bukur edhe unë Po, e pëlqej shumë. Kush të mbështet më së shumti në rrugëtimin tënd? Më së shumti në rrugëtimin tim më mbështetin prindrit edhe i falenderoj shumë për këtë mbështetje që më japin edhe i dua shumë. Si e organizojnë pra ti kohën mes shkollës dhe këndimit? Jap kohë edhe mësimit, pasi më shumë merrem me mësimin, sepse mësimit të duhet gjatë gjithë jetës, po merrem edhe me këndimin. Cili është edhe momenti më i lumtur që të ka sjellë ty muzika?
Momenti më i lumtur ka qenë pavarësisht çmimeve që ka marrë, ka qenë çmimi i publikut sepse këtë përshkruhet që kënga ime i ka pëlqyer më së shumti publikut. A ka pasur edhe ndonjë sfidë që e ke kaluar pra gjatë muzikës? Kam pasur sfida të ndryshme sepse ka pasur konkurrent të ndryshëm që kam kënduar shumë bukur edhe jam e lumtur që më ka ardhur ideja që me këndu edhe me u shoqënu me gjithata këngëtarë kaq të bukur. Mendoj se është shumë e mirë, është shumë e mirë kjo që e them, për shkak se në jetë pra duhet edhe bashkëpunimi mes njerëzve dhe më mirë që e cikë që the se edhe ata kanë kënduar shumë bukur dhe në këtë mënyrë tregohet edhe respekti, disiplina e shumë të tjera. Çfarë ëndërron ti që të arrish në të ardhmen? Kam ëndra të ndryshme, por ëndra më e madhe që kam është që kur të rritem të vëmë një këngëtare shumë e famshme dhe të marr pjesë në skena të mëdha. Pra ti po na thua se do të vazhdosh të merresh Po. me muzikë dhe nuk ke ndërmend të ndalesh. A ke plane për këngë të reja? Tani nuk është se kam plane për këngë të reja, por ndoshta. A ke menduar ndonjëherë se për çfarë do të bëhet fjalë ajo këngë që do ta bësh ti? Nuk e kam menduar, po ndoshta ditë pas dite do të mendoj. Cili është komplimenti më i bukur që e ke marrë ti për zërin tënd? Komplimente ka marrë shumë, ama komplimenti më i bukur është kur më kanë thonë e ke vokalin fantastik. Dhe unë po të them gjithashtu do të komplimentoj shumë për zërin tënd, sepse edhe më herët që këndove më pëlqej shumë ajo pjesa. Faleminderit. A të pëlqen të këndosh më shumë vetëm apo edhe në bashkëpunim? Kam dëshirë edhe në bashkëpunim, po më shumë më pëlqen me këndu vetë. Pse? Se të gjithë vëmendja është te ti. Po. Dhe çfarë ndjen ti sapo mbaron një performancë? Pra ne deri më herët folëm se çfarë ndjen para një performance, por tani dua të më tregosh se çfarë ndjen pasi që ti pra e ke kënduar këngën dhe me një farë forme je shumë e gëzuar pasi që e ke mbaruar me sukses. Siç thash, duartërkitjet e publikut në fund të këngës, kur bëhen, më japin një gëzim, një lumturi aq të madhe, saqë nuk mund ta imagjinoj veten që kam kënduar. Çfarë mesazhi përcjell ti përmes këngëve të tua? Përmes këngëve të mia, mesazhi që përcjelli është që të besosh në vetvete edhe kur mos i ngë të tjerë se çfarë thojnë, pra nëse bota nuk të beson, mos e ngë, veç vazhdo përpara edhe jetoj. Po, pra ti po e cik shumë mirë që duhet të përçojmë edhe mesazhet gjatë këngëve që ne i bëjmë, për shkak se këndimi është shumë i rëndësishëm edhe dëgjohet pra nga shumë veta dhe pothuajse duhet të ketë edhe mesazhe që përçojnë pra gjëra të bukura dhe të forta. Por përveç që ti përçon, a ke marrë edhe ndonjë mesazh nga ndonjë këngë pra? Ka marrë të gjitha këngët përshkruajnë një mesazh që unë nuk do të harroj kurrë, po edhe siç e ceka, kënga e fundit, po gjej zërin tim që kam bërë, përçon një mesazh aq të fortë saqë edhe unë e dua atë mesazh. E them çdo ditë. Apo na tregon edhe më gjerësisht rreth atij mesazhi? Pra, mesazhi që përçon kënga po gjej zërin tim është që kur ke një zë në vete, qete jashtë, mos e moj brenda, edhe pse ke frikë, duhet të vazhdosh përpara, pavarësisht gjërat që të ndodhin në jetë, kur mos u dorëzo. Po, pra ti po e thua shumë mirë, po çfarë mesazhi do t'u japve edhe ti fëmijëve që duan të mirën me këndimin, por thjesht nuk e kanë edhe atë guximin pra që të këndojnë për shkak të bullizmit ose për ndryshe që thjesht nuk janë edhe shumë social dhe nuk duan. Mesazhi që përcjelli për moshatarët e mi që këndojnë ose që duan të vazhdojnë me këndimin është që mos i dëgjo fjalët e njerëzit, veç jetoje ëndrat e tua edhe veç vazhdo. A beson se puna jote është po aq e rëndësishme edhe sa talenti? Pra me këtë pyetje dua të them se a mendon ti që përderisa ke talent, duhet të punosh edhe shumë?
Duhet të punojmë sepse pavarësisht talenteve që kit, apet të dësh me punua sepse kur të rritesh ndoshta do të kesh një shpërblim nga puna. Kenza, më herët folëm edhe për ëndrat që ti i ke realizuar ose përndryshe do t'i realizosh edhe në të ardhmen, por a ke edhe ndonjë ëndër që nuk e ke realizuar ende? Të gjitha ëndrat, kam ëndra të ndryshme, ama të gjitha që përdoren që janë rreth muzikës që ka, i kam realizuar të gjitha. Kenza, dhe në fillim të intervistës ti e ceke që përveç këndimit i ki një farë forme dhe hobi të tjera. Na fol edhe pak më shumë për hobin tënd. Kam edhe 2 hobi të tjera, të cilat sporti edhe arti. Për artin kam marrë pjesë në aktivitete të ndryshme që janë marrëtur në shkollë, edhe pra vizatime të ndryshme kam bërë edhe kam marrë mirënjohje të ndryshme e të tjera. Cilat kanë qenë ato vizatime, do me thonë, a ka pasur edhe ndonjë ekspozita për çfarë? Ka pasur edhe ekspozita të ndryshme, të cilat është dashur që me realizu një punim, si për shembull ekspozita për Ditën e shkollës. Jo, ajo bre. A din që e kum për që Ditën e tokës. jo, për bullizimin diçka. Aha, okay, vesh të saktë. Pra ka qenë edhe për bullizimin, për me bërë një pikturë ose një vizatim të bullizimit edhe me ndalu bullizimin. Pra, ti atë e ke cikur që duhet të ndalohet bullizimi, pra në një ekspozitë që kanë qenë në shkollën tënde. Përveç shkollës, ti në shtëpinë tënde, sa herë që pra ke ushtruar muzikë, a ka ndodhur që edhe të pikturash, ose përndryshe atë ka ndodhur që prej një pikturës të inspirohesh edhe për muzikët e tua? Pra, imagjinatën që kam brenda, ndonjëherë realizoj edhe në pikturë, edhe këngët që kam pasur, disa nga këngët i kam realizuar edhe pikturë. Pra, kjo e vërtetën që arti dhe muzika nuk bëjnë pa njëra tjetrën dhe janë shumë të bukura kur ato pra bashkëpunojnë mes vetes, si për shembull arti dhe muzika. Përveç artit dhe muzikës, ti e ceke edhe sportin. Më trego edhe më shumë për volejbollin. Pra, përveç artit edhe muzikës, merrem edhe me sportet. Një nga sportet imi preferuar është volejbolli, ku kam marrë pjesë në turnire të ndryshme të shkollës, të cilat janë realizuar, edhe kam fituar medalje të ndryshme. Por përveç në turniret e shkollës, a ka pasur edhe ndonjë garë ose në ndonjë aktivitet tjetër përveç shkollës? Nuk ka pasur ndonjë garë jashtë shkollës, vetëm në shkollën në turnire, sepse nuk shkoj ndonjë kurs të volejbollit. Deri tani ne folëm pra më shumë rreth jetës pra tënde që ka të bëjë me muzikën, me artin, me volejbollin, por tani më trego më shumë edhe për shoqërinë tënde, atë për krah shoqëria. Po më përkrojnë edhe i falenderoj atë shumë që më përkrojnë, sepse më japin një motivim që nuk do të harroj kur edhe do të më mbet gjithmonë në shpirt. A luan edhe me ata pra hir pas here volejboll? Po. Dhe pra kënaqur shumë duke kaluar edhe kohë të bukura. Por në volejboll ato kur je në turnir, a ke më shumë stres pra para se të fillosh luajë në volejbollet apo edhe ato të muzikës? Pra, në turnir kam më shumë stres para se të filloj turniri, sepse kam mendjen mos hup ndonjë gol, po. Pse pikërisht volejbolli, pse jo basketi ose edhe futbolli? Është sporti që më pëlqen më së shumti, edhe basketi edhe futbolli më pëlqejnë, di pak rreth tyne, ama volejbolli më pëlqen. Pra, a ke edhe ndonjë shok ose ndonjë shoqe që të ka inspiruar pra që të luash me ta volejboll? Kam shoqe të ndryshme që më kanë inspiruar. A mendon që në të ardhmen të shkosh edhe më tutje edhe me volejbollin? Nuk mendoj që do të merrem me volejbollin, vetëm nga aktivitetet e shkollës, sepse më shumë do merrem me muzikën. Pra, je më shumë pra në fushën e muzikës. Pra, ti kur je në familjen tënde, pra, është një gjë që më intereson shumë se atë thojnë her pas here të këndosh kur të mbledhen e gjithë familja. Pasi që mbledhen e gjithë familja, kur kam një këngë të re, më thojnë
më nësh me knu, edhe kanë dëshirë që me po ke familja zonin tem edhe kongën e rriqë. Si e presin ata lansimin e një muzike? Ata e presin me, pra, si që ka ëndrën time, edhe ata me motivojnë që të vazhdoj përpara, edhe të realizoj ëndrën time. A ke ti ndonjë vëllaz, ndonjë motër? Po i kam 2 vëllezër. Dhe pra, a i dëgjojnë ata dhe her pas here këngët e tua? Ata i dëgjojnë për ditë, sepse i pëlqejnë edhe që jam motra e tyne. Edhe ata kanë pak talent nga muzika. A të vazhdojnë ata që të merren me muzikën? Vllai i madh më shumë merret me futbollin, edhe është në kurs për atë futbollit, ndërsa vllai i vogël është hala i vogël, por ndoshta kur të rritë do të merret me muzikën sepse ka një talent. A të kishe pasur dëshirë pra që ai të merret me muzikën? Kam dëshirë që të merrem me muzikën. Se për shembull ju ndonjë bashkëpunim në të ardhmen mes vëllaut dhe motrës? Mundet të ketë edhe bashkëpunime. Pra kjo është një gjë shumë e mirë, Kenza. Por Kenza, për në fund, ato të përshëndesësh edhe dëgjuesit tonë me disa fjalë të bukura dhe pastaj edhe me një muzikë. Faleminderit shumë që jam shumë e lumtur që jam e ftuar në këtë emision, edhe i përshëndes edhe me vazhdu përpara, edhe nuk do me thonë çfarë talenti ki, e rëndësishme është që ti me qenë i lumtur me talentin që ki. Okej, tani dua që të dëgjoj edhe një këngë prej teje. Anglisht çfarë dush kështu? Çfarë dush? Të ta këndoj këngën Hallelujah. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Kenza, edhe një herë të falenderoj nga zemra që ishte pjesë e emisionit tonë. Faleminderit edhe juve edhe një herë për ftesën. Ishte me të vërtet kënaqësi të dëgjonim rreth historisë tënde, rreth muzikave të tua e shumë gjëra të tjera. Miq të dashur, tani po afrohemi edhe fundit të këtij emisioni kaq të bukur. Shpresoj që ju pëlqeu shumë, pra ku të ftuar patëm Kenza Pllonën, një vajzë këngëtare me zërin e saj të ëmbël dhe unik. Ju dëgjuat së bashku me mua më shumë rreth saj, rreth muzikës, rreth historisë së saj. Faleminderit shumë që na ndjeqët, deri në emisionin e radhës, ju përshëndes shumë.